Prekazi i Epërm është një fshat i komunës së Skenderajt, në zemër të Drenicës. Ai sot ka rreth 600 deri në 800 banor, një komunitet i vogël në numër, por i madh në histori dhe krenari. Para këtij fshati gjendet Prekazi i Poshtëm, njëherët vendi i sakrificës, vendi ku dëgjoi bota për familjen Jashari, aty ku historia nuk u shkrua me fjalë, por me gjak. Prekazi i Epërm ka qenë gjithmonë vatër qëndrese, breza të tërë patriotësh dolën nga kjo tokë e fortë e Drenicës, por emri që e ngriti këtë vend në përmasa legjende është ai i komandantit legjendar Adem Jashari. 5, 6 dhe 7 marsi i vitit 1998 shënojnë 3 ditë që ndryshuan fatin e Kosovës, 3 ditë që tronditën themelet e padrejtësisë, 3 ditë që zgjuan ndërgjegjen e botës. Në Prekaz forcat serbe rrethuan kullën e familjes Jashari. Thirrjet për dorëzim u përballën me vendosmëri. Adem Jashari nuk pranoi të gjunjëzohej. Së bashku me 57 antarët e familjes, ai ra heroikisht, duke u bërë simbol i përjetshëm i lirisë. Prekazi nuk është vetëm një fshat në hartë, është një amanet, është një betim që përsëritet brez pas brezi, sepse nga Prekazi i Epërm deri tek Prekazi i sakrificës, liria ka emër dhe ai emër jehon edhe sot.